Latine dhe ajo qendrore është si një film i shekullit të 18, po në 4K. Spektakular. Dhe Honduras nuk bën përjashtim. Are we going to the wire, lady? Wire lady. All right. Not yet. Yeah. No, yeah. But yeah. Shumë këta më të pysin si vjet në Honduras. Unë këra një kërkim shumë të thelluar bashkë me shoqen time ChatGPT për parë se sa shqiptar kanë ardhur këtu. Më rezulton me 99.99% unë duhet jemi pari. Kur them shqiptar, them me pasaport shqiptar. Dhe kuptohet, arsyeja pse pasi pasaporta shqiptare këtu kërkon vizë. Por kush ka vizën amerikane, sidomos tani ato që janë afatgjata, mund të vinë në Honduras, por duhet të kontrolloni shumë mirë, sepse nuk vlen gjithmonë. Për shembull, unë preva biletën për Nicaragua para 2 vjetësh dhe u detyrova ta anulloja. Pas në moment fundit, në aeroport thanë që jo, për shqiptarët nuk lejohet, ndërkohë që të gjitha guidat tonë që lejohet. Do për Hondurasin, pra një kërkim shumë të thelluar bashkë me shoqen time ChatGPT, dhe e mora në sy të udhtim dhe që të rrezikoja rreth $400-500 sa donte praktikisht bileja. Por sa i përket shqiptarëve të tjerë, vetëm gjë që ditë që 2 shqiptarë këtu kanë kaluar tranzit, sipas një butimi para disa vitesh në një gazetë të Tegucigalpës, dhe nuk ka patur shqiptarë të tjerë. Por me vizën shumë hyrëse dalëse amerikane mund të vinë në Honduras, por gjithmonë kontrolloni me agjencinë. Në faqet zyrtare tona, nisës jashtë këto nuk do ta gjeni, pa është informacion që po ja falas. Këtu, në çdo rast, shenjat shumë pakta flasin për individ që mund të jenë nga Kosova, që Honduras e njohë Kosovën, ka një reaktivizim të këtyre kontakteve, çka do thotë që këtu ka shqiptarë të Kosovës të ardhur të vjetër, pra emigracioni vjetër, por që nuk identifikohen si komunitet apo minoritet nga temi i qeverisë Honduras, çka do thotë që numri i tyre është pratikisht i pakonsiderueshëm, pra duhet të jetë relativisht shumë i vogël. Por nëse do ketë, dhe jam shumë i sigurt që në diplomacinë kosovare këto alarme vjen më shpejt se në ato tonë në Tiranë, me siguri shumë shpejt edhe pasaporta e Kosovës do të futet pa viza. Gjithsesi, siç u thash, me vizën amerikane këtu mund vini nga Amerika. Nuk e kanë provuar dot nga vende të tjera, siç e kanë provuar me Meksikën. Me Meksikën e kanë provuar edhe nga Frankfurt drejt për drejt, e kanë marrë direkt. Në Panama gjithashtu e kanë provuar, kanë marrë nga Kolumbia, por nuk di them nëse ka vlen edhe për Hondurasin. Por nga Shtetet e Bashkuara, po, mund vini nga Miami, kryesisht nga Atlanta dhe nga Houston, Texas. My daughter watches it just to see scenes of South Florida. We have a little beach house, and the season ended with them kind of